Dje pam disa komanda me disa shembuj me komandën find për të gjetur skedar në një direktori. Tani do shikojmë disa shembuj të tjerë, do vazhdojmë me shembuj me komandën find, por përpara se të shikojmë ka shembuj do krijojmë një direktori test, ku mund të bëjmë disa shembuj. Atëherë bëjmë mkdir -p test slash dir minus 001 pik pik 100 edhe enter. Prese janë të dyja, po ka njëra pres, njëra pik. Jo, pik janë të dyja. Pik pik 001 pik pik 100. Fatën bosh. Një sekundë, jo. 001 pik pik 100. 100. Mbyllë fatën. Jam sot problemin të Mbyllë fatën. Enter. Enter. Tani, çfarë bën kjo komanda mkdir? Kjo komanda mkdir krijon një direktori. Ky opsion faktikisht ne po krijojmë 100 direktori. Sepse kjo zbërthehet nga shelli në 100 argumente për komandën mkdir. Kjo PA thotë që krijoj direktorinë edhe nëse nuk ekziston kjo direktoria test, krijoj. Tani, që ta kuptojnë se qa argumentash merr kjo komanda mkdir, mund ta bëjmë me echo këtu. Echo. Edhe tani është një lloj sikur ne të zbatojmë komandën mkdir me këta 100 argumenta. Janë 100 nga 001 tek 100-ta. Dir minus 001, dir minus 002, dir minus 003. Pra, kjo komanda këtu mkdir merr këto 100 argumente dhe krijon 100 direktori. Edhe ne mund ta shikojmë me komandën ls test. Që ka krijuar 100 direktori brenda direktorisë test. E bëre? Po. Tani, brenda secilës direktori do krijojmë ca skedar bosh. Atëre po e nxjerr këtë në shigjetën lart, të echo, edhe këtu do vendos një slash, edhe do bëj file minus, edhe këtu me klapa a pik z. Z e madhe. Dhe këtu në fillim komandën echo do ta bëj touch. Komanda touch përdoret për të krijuar skedar bosh. Dhe këtu kemi 100 direktori, për secilin nga këto 100 direktori kemi edhe 26 skedar. Sepse nga aja DTZ-ja është sipas alfabetit anglez, ka 26 shkronja. Edhe shtyp enter. E bëre? Po. Tani të shikojmë se çfarë kemi. E bëj edhe një ls test. Pastaj ls test dir minus 001. Ls test. Edhe shumë si pasërave. Jo si pasërave, po shikojmë një 2-3. Shikojmë pra në secilën direktori na janë krijuar 26 skedar. File A, file B, file C, e kështu me radhë deri tek file Z. Se 26 shkronja ka alfabeti anglez, nga aja deri te Z-ja. Kështu që kur japim me këtë komandën këtu, kjo zbërthehet në 26 emra skedarësh për secilën nga këto 100 direktori. Pra, në secilën direktori kemi 26, e kështu me radhë, skedar bosh. Tani, do
bëj një komandë find që të gjithë diçka brenda kësaj direktorisë test. Find test minus type f. Do jep skedar ai që është po kërkoj, është skedar name file minus a. Find test. Type. Horizontal. Po. File minus a e madhe. Enter. Ashtu, tani e nxjerrim prapë me shiket në lart komandën e mëparshme, edhe këtu do ta kalojmë outputin e kësaj komande te komanda wc minus l, që të mëron se sa rreshta nxjerr kjo komanda, find. Minus. Edhe një pjesë e pyetjes sa teknikisht e problemi e kishte gatuar, jo minus l, po minus 1 aty në fundit. Do ma tregosh aty që ta korrigjoj, se vërtet është gabim, po tet minus 1 është gabim. Tani, kjo komanda nxjerr 100, pse 100? Se janë 100 skedar me këtë emër, file A. Pse janë 100? Se janë 100 direktori. Nga një skedar për çdo direktori, apo jo? Të doli 100? Po. Në rregull. Ja. Pse 100? Se janë 100 direktori. Se i tam 001 deri tek 100-ta, krijojnë 100 direktori. Për çdo direktori krijojmë nga një skedar file A e kështu me radhë. Po në çdo direktori kemi nga një skedar file A, edhe janë 100 të tilla. Komanda find ka gjetur 100 skedar. Kjo komanda find. Kurse dhe problemi ishte si pyetje kjo, kishte 10 skedar që duhet me përgjigje. Po. Tani përdorim komandën touch të krijojmë një skedar tjetër. Touch test/timestamp. Timestamp. Nuk ka rëndësi emri, po kështu po e quajmë timestamp. Thjesht po krijojmë një skedar. Skedar bosh. Se kjo touch vetëm krijon një skedar bosh. E bëre? Po. Tani e bëre ls test? Po. Që na ka dalë skedari këtu. Ne mund ta bëjmë edhe lsl. Bëj edhe lsl. Edhe na tregon këtu që është skedar bosh, kjo është matësia e skedarit, po na tregon edhe kohën e krijimit të skedarit. Është krijuar në këtë minutë, 09:18. Këto tjerat janë 09:14. Domethënë ora 9:14 minuta, kjo është krijuar 9:18 minuta. Pra, kjo ka dhe kohën e krijimit këtu, ky skedari timestamp, apo jo? Po. Edhe po ta shikojmë po të përdorim komandën stat, test timestamp. Kjo na tregon kohën e krijimit, që është data kaq, ora kaq, sekonda kaq, edhe me sekonda. Pastaj datën e ndryshimit, që është e njëjta me datën e krijimit, se ne vetëm e kemi krijuar, sa kemi ndryshuar për të dytë, datën e modifikimit, datën e leximit të fundit, aksesit, që është prapë data e krijimit. Po ashtu na tregon edhe të drejtat e skedarit, kjo komanda stat. Na tregon madhësinë e kështu me radhë. Pra na tregon disa informacione. Ndër këto informacione janë edhe datat e krijimit dhe të modifikimit të skedarit. Tani ne mund ta përdorim përdorim një komandë tjetër find
kërkon në direktorin test skedarët me emra, file minus B e madhe. Edhe shpjegimentin. Tani, e nxjerrim prapë me shqipjetën lartë komandën e mëparshme, edhe këtu do bëjmë, pra për çdo skedar që gjend, do ekzekutojmë diçka. Do ekzekutojmë komandën touch, në secilin nga këta skedarët e gjetur. Dhe komanda touch i ndryshon datën e modifikimit. Thjesht do ndryshoj datën e modifikimit për secilin nga këta skedarët B. Po. Dhe shqipet e ta. Enter. Ke bërë diçka reagime. Kontrol. Këtu do një vend bosh. Po, enter. Te gabimi qa mund të ketë që ndalo me kontrol kësa. Po se s'kishe mbaruar komanda, se kishe dhe një fajnë tepër edhe ajo pret që të mbyllet ai stringu. Nuk kujton se komanda s'ka mbaruar akoma. Kishe dhe një fajnë tepër gabimisht. Tani, e nxjerr prapë me shqipjetën lartë dhe në vend të komandës touch do bëj komandën lsl. Lsl që të shikoj detajet e këtyre skedarëve me një file B. Po. Tani, po të shikojmë këtu kemi datën e modifikimit të këtyre skedarëve, që është 9:21, sepse këtë e modifikoj komanda touch. Kurse po të bëjmë lsl test, shikojmë që data e modifikimit të këtij skedari timestamp është 9:18. Pra, ky skedar është më i vjetër. E modifikuam një këtë, pastaj modifikuam skedarin file B. Tani, këtë gjë ne mund ta përdorim si kriter për të kërkuar me komandën find. Pra, mund të bëjmë komandën find, test, kërkon në direktorin test, themi që lloji është skedar, type F, lloji është skedar, dhe themi këtë newer test timestamp. Minus newer është opcion i edhe kjo type, jo minus type F. Newer, test / timestamp. Test. Ja enter. Tani, qa bë kjo komanda ku? Ne kemi këtë kriterin newer të komandës find, që do të thotë që më gjej ata skedar që janë më të rinj se sa test timestamp. Edhe ajo ka gjetur vetëm ta skedar të file B, sepse këta ne i modifikuam mbasi krijuam këtë timestamp. Kështu që këta e kanë datën e modifikimit më të re se sa skedari timestamp. Pra këtë e përdorim si kriter kërkimi. Gjej ata skedar që janë më të rinj se sa test timestamp. Edhe na dalin ka me file B. Dhe nëse i numëroj, normalisht do jenë 100 fill, se kemi nga një skedar file B për çdo direktori. Po. Tani, do bëjmë një dy komanda që do modifikojmë disa skedar, do modifikojmë të drejtat për disa skedar. Atëre, find, test, type F, që lloji është skedar,
dhe not per 0600. Tu është me një minus. Do gjejmë ata sketar që nuk i kanë permission 0600. Japim një enter. Okej, pothuajse gjithë sketarët nuk e kanë atë permission të tillë. Atëherë e nxjerrim edhe një me shigjetën lart. Dhe tani do të ndryshojmë atë permission këtyre sketarëve, kështu që do bëjmë exec, bëjmë change mode, se me këtë komandë ndryshojmë permission 0600. Këtu është emri i skedarit që është gjetur, edhe do dhe një pikpresje në fund. Janë që për vështira të romanë, se kanë shumë pikpresje, kështu gjëra. Kjo është pikpresje. Ratën është më të tash. Në rregull. Tani me shigjet lart nxjerrim dy komanda më sipër. T. Dhe këtë type F do ta bëjmë type D. Pra do kërkoj për direktori. Do ndryshojmë shkojmë. Po, do kërkojmë për direktori që nuk kam permission 0700. Pra për direktori? Po do bëjmë 7 Po. Kërkojmë ato direktori që nuk kam permission, që i kam permission të ndryshme nga 0700. E bërë? Po. E nxjerrim edhe një me shigjetën sipër këtë komandë. Dhe tani do ekzekutojmë, nëse cili nga këta sketar, do ekzekutojmë komandën change mode që të ndryshojmë permission, që të ndryshojmë të drejta. Exec, change mode, 0700. Po, këtu i themi që këtu do vjet emri i direktorisë që do ndryshohet permission dhe do dhe një pikpresje në fund. Po me qëse këto interpretojnë nga shelli, ne i rrethojmë tonza tete, që mos i themi shellit mos i interpreto këto, po kaloja komandës find, kështu siç janë. E bëm? Po. Tani, le të shikojmë disa kriteret të tjera kërkimi të komandës find. Find, kërkon në direktorin test, Jo, edhe kjo është thjesht emri i direktorisë, po mund t'i vendosim slash në fund që t'i themi që është direktori, kur do të mos ta vendosim, kriteri është minus cmin plus 1 Po. Edhe e kalojmë me anë të pipe, e kalojmë te komanda wc -l që të numërojmë se sa rezultate kemi. Po. Kemi 702. Ai do të 2702? Po. Okej, do të shkruaj në një direktori më tepër. Se këtu varet çka ka pio, sa të kompleteriot. Jo, nuk varet se çka ka ajo, sepse është e njëjta gjë që kemi bërë ne, por do kemi bërë një gabim aty. S'ka gjë, nuk është. Mund të vetë se ata fajin të fujmë shpallë, nuk e fshira se çka kishim vetë. Okej, në rregull. Tani çan 2600, kemi 100 direktori, kemi 26 skedarë në secilin nga këto 100 direktori, jam 2600. Edhe është ai skedari që krijuam ne është edhe ky skedari timestamp, kështu që
janë të gjitha skedare. Tani Që do dhe me shifrën time. Më kjo më argë, më ndish. Kjo minus së min plus 1 do të thotë që përmbajtja e skedarit ose atributet e tij janë modifikuar më shumë se para 1 minute. Pra ne ndryshuam këto të drejta. Dhe kjo plus 1-shi tregon që janë modifikuar, ka pasur modifikim më shumë se 1 minutë më përpara, 1 minutë ose më shumë. Tani këtë testin ne mund ta bëjmë edhe për shembull c min -10. Nëse e bëjmë -10 më pak se 10 minuta. Po tani më del 2700 barë edhe nga koha. Pra Më fiksën të rësit që po. Kjo kriteri c min edhe -10 do të thënë më pak se 10 minuta më parë. Janë modifikuar më pak se 10 minuta më parë. Tani, siç kishim këtë c min, kemi edhe një kriter tjetër m min. Kjo tregon skedarët që përmbajtja e cilëve është modifikuar më shumë se 1 minutë më parë. Dhe po ta bëjmë këtë më min me -10, më pak se 10 minuta më parë. Tani, mund të bëjmë edhe një kriter tjetër që quhet c-time. C-time, koha e ndryshimit, change time. C-time, koha e ndryshimit. Plus 10. Kjo do me thënë para 10 ditësh, do me thënë më shumë se 10 ditë më parë. Ose mund ta bëjmë -10 më pak se 10 ditë më parë. Pra, kjo c-time, koha e ndryshimit, më shumë se 10 ditë. Para më shumë se 10 ditësh, c-time, koha e ndryshimit, më pak se 10 ditë më parë. Tani, kemi edhe një kriter tjetër që është empty. Empty gjen skedarët që janë bosh. Edhe faktikisht gjithë këta skedarët që kryuam brenda se cilës direktori janë bosh. Edhe ky skedari timestamp është bosh, kështu që rezultati është 2600 edhe 1, që është ky skedari timestamp. E provojmë? Po. Tani do kalojmë në një temë tjetër. I bëjmë një pastrim ekranit, clear. Dhe do shikojmë ato që quhen shprehje të rregullta, rregull expression. Po le të krijojmë disa skedar test fillimisht, si fillim. ls/bin e ridrejtoj përmbajt outputin, rezultatin e kësaj komande tek skedari dirlist -bin pik txt. Dirlist -bin pik txt. Enter. Tani, e nxjerr prapë me shigjetën lart këtë, edhe në vend të kësaj bin do bëj /usr/bin, /usr/bin dhe këtu dirlist usr-bin. Dhe këtu dirlist usr. Pra, outputin e kësaj komande
ose listimin e kësaj direktorie po e ruaj në këtë skedarin tjetër. E nxjerr edhe një herë këtë komandën e mëparshme me bin, edhe këtë do ta bëj së bin. Pra do listoj edhe përmbajtjen e kësaj direktorie dhe do ta ruaj në dil list së bin. Edhe një, edhe një, se kështë nuk o vajmë të. Do listojmë këtë direktorin së bin në këtë sedat. Pra, po krijojmë disa direktori test që do t'i përdorim për të kërkuar me grep. Atëre, nxjerr edhe një herë këtë komandën më lart dhe ls usr së bin. Nxjerr prapë atë, nëse bin, ha? Po, nxjerrim atë dhe tani do ta bëjmë usr së bin. Do listojmë këtë direktori usr së bin dhe përmbajtjen do ta ruajmë tek ky skedar. Po. Tani, në qoftë se bëj ls dir list yll.txt. Dir list. Kemi këta 4 skedarët që krijuam dhe secili nga këta ka përmbajtjen e një direktorie, një nga këto direktori. Tani, këtu mund të përdor komandën grep, që ne kemi parë edhe më përpara. txt. E nxjerr një me shigjet të lartë të komandën dhe bëj e që lësëm bëj grep. Në fund, ha? Jo, aty. Grep bëzip. Vend bosh, bëzip. Edhe shtypimente. Atë ne kemi parë që kjo komanda grep kërkon për këtë fjalën bëzip në këta skedarë që japim ne këtu. Se kërkon të 4 këta skedarë. Dhe më tregon që në këtë skedar ndodhet kjo, bëzip ty. Në këtë skedarin tjetër ndodhet ky rresht që përmban bëzip. Në këtë skedarin tjetër ndodhet ky rresht që mban bëzip. Në këtë skedar ndodhet ky rresht që mban bëzip, që përmban këtë fjalën bëzip. Tani e nxjerr edhe një herë me shigjet të lartë të komandën, shtyp Ctrl A dhe i vendos këtu i vendos opsionin -L komandës grep. Po. Jo, grep -L. Në të kjo -L dhe bas komandës grep. Po. Tani, qa dhe në opcionin -L e vogël? I thot komandës grep që më interesojnë vetëm rreshtat ku ndodhet kjo fjalë, jo skedarët. Kështu që emrat e skedarëve nuk jo, më interesojnë vetëm skedarët. Pra kjo nxjerr vetëm skedarët ku ka përputhje, po jo rreshtat. E nxjerr edhe një me shigjet të lartë, jap opsionin L e madhe. Të njëjtën, të vejnë. Po vetëm se ka sëb. Jo, kjo më nxjerr emrat e skedarëve që e mbajnë këtë, kjo më nxjerr emrat e skedarëve që nuk e kanë këtë. Se po të shikojmë këtu kemi dir list bin, dir list usr bin. Pra përsëritet kjo dy herë. Edhe këtu kemi që këta skedar e kanë këtë fjalë, por ky opsioni -L më nxjerr ata skedar që nuk e kanë këtë fjalë. Dir list usr bin, dir list së bin, dir list usr bin nuk e kanë. Nuk kanë rreshta me këtë fjalë. Pra, kjo nxjerr ato skedar që e përmbajnë këtë fjalë, kjo nxjerr ato skedar që nuk e përmbajnë. Pra, të kundërtën, nxjerr të kundërtën. Tani, e nxjerr edhe një herë këtë komandën grep me shigjet dhe këtu tani në vend të opsionit L, vë opsionin H.
Atëre, qa bën opcioni H? Nxjerr ato që kanë me zipin, vetëm. Nxjerr vetëm rreshtat. Nuk nxjerr emrat e skedarëve, nuk nxjerr emrat e skedarëve, por nxjerr rreshtat që e përmbajnë këtë fjalë. Vetëm rreshtat pa emrat e skedarësh. Ta zëmë se na interesojnë vetëm rreshtat që e përmbajnë, jo se në çfarë skedari është. Tani, e nxjerr prapë me shigjetën lartë dhe në vend të kësaj zip do vendos me thonjza pik zip. Pik zip. Atëre, qa është kjo pika? Kjo pika është një karakter i veçantë, ose metakarakter. Në këtë shprehje që do të thotë që mund të jetë çfarë do lloj shkronje. Pra, në vend të pikës mund të jetë çfarë do lloj shkronje. Atëherë ne shikojmë që këtu ka G zip, ka 7 zip, ka N zip, ka E zip. Pra, kjo pika përputet me çdo lloj shkronje. Po. Pra, thotë që çdo lloj shkronje këtu dhe pastaj këto tre shkronja të zip. Fillon me një shkronjë, fillon me një shkronjë çfarë do dhe pastaj këto tre shkronjat zip. Tani, e nxjerr edhe një herë me shigjetën lartë. E nxjerr edhe një herë me shigjetën lartë komandën e pashme dhe në vend të kësaj pikë vendos të shenjë kapuç. Shift 6, kapuç është tek shift 6. 6. E ke sipër 6, po, enter. Tani çfarë bën kjo shenja kapuç? Nxjerr ato që kanë zip, për shembull slop, detajs. Po, ato që kanë zip, por edhe një kusht tjetër, që zip ndodhet në fillim të rreshtit. Po, ato që fillojnë me zip, më saktë. Po, rreshtat që fillojnë me zip. Pra, kjo shenja kapuç ka kuptimin fillim rreshti. Fillim e rreshtit zip. Pra, në qoftë se zip ndodhet në mes të rreshtit, kjo nuk e nxjerr, sepse këtu ajo me pikë që e nxjerr në mes të rreshtit. Po, ajo me pikë, pika do të thënë çdo lloj shkronje. Kapuçi do të thënë fillim rreshti. Pra, ajo do nxjerr ato rreshta që fillojnë me zip, ato rreshta që fillojnë me zip. Dakor? Po. E nxjerrim edhe një herë shigjetën lartë. E fshim të kapuçin, dhe këtu në fund të zipit vendosim këtë dollarin, shenjën e dollarit. Po. Enter. Kjo i çon në fund. Tani, kjo shenjë e dollarit ka kuptimin fund rreshti. Atëherë, ajo do nxjerr ato rreshta që e kanë zipin në fund të rreshtit. Po. Sepse shenja e dollarit ka kuptimin e fundit të rreshtit. Edhe po ta shikojmë vetëm ato që mbarojnë në zip. Ka nxjerr, vetëm ato rreshta që mbarojnë në zip. Tani, nëse e nxjerr këtë komandën më sipër, edhe shenjën e kapuçit, edhe shenjën e dollarit në fund. Nxjerr vetëm në zip. Tani, shenja e kapuçit thot fillim rreshti. Po. Shenja e dollarit thot fund rreshti. Po. Atëherë kjo do të thotë që i gjithë rreshti është vetëm zip. Se zip në fillim, zip në fund, s'ka shkronja tjera. Atëherë nxjerr vetëm këtë rreshtin këtu dhe këtë rreshtin këtu, që janë dy rreshta. Që përputhen me këtë model ose me këtë shprehje. Këto quhen shprehje të rregullta, faktikisht regular expressions, sepse kanë këto karakteret e veçanta. Për shembull, pika është një karakter i veçantë, që do të thotë çdo lloj shkronje. Kapuçi është një karakter i veçantë, që do të thënë fillim rreshti. Dollari është një karakter i veçantë, që do të thënë fund rreshti. Këto kemi parë deri tani. Tani, e nxjerr edhe një herë me shigjet lart. E fshit të dollarin dhe këtu vendos këto klapa katrore dhe brenda klapave katrore B dhe G. Po, në klapa katrore B dhe G. Nxjerr ato që kanë me B zip edhe G zip.
Pra, këto klapa katrore, do me thënë njëra nga këto, ose B ose G. Po. Kështu që ose do jetë B zip ose do jetë G zip. Edhe nxjerr ato që kanë ose B zip ose G zip. Pra, ose B ose G. Tani e nxjerr edhe një herë me shijet lart dhe mbas klapës së parë katrore vendos të kapuçin. Po, nuk ka gjë. Do ke shkruar nga gabim. Po, ande, tam të jashtë. Po, E mbasë. be kapuçin këtu. E shih këtu. Shtypën. Tani, ky kapuçi brenda mbas kësaj klapës katrore, do me thënë çdo shkronjë tjetër përveç B dhe G. I ka ca në mes, ca në fund. Jo, nuk ka rëndësi në mes ose në fund, nuk ka lidhje, se kjo nuk tregon fillim rreshtkën. Se kjo shenja e kapuçit ndodhet brenda klapës katrore. Është me njëherë mbas klapës. Dhe kur është me njëherë mbas klapës, do me thënë kjo lista me shkronja këtu, çdo lloj shkronje tjetër përveç këtyre. Pra, mund të jetë një shkronjë që nuk është B dhe nuk është G. Atëherë është Si punë sa që është me pikë. po. Atëherë kemi N zip, kemi 7 zip, kemi E zip, kemi M zip. Çdo lloj shkronje këtu, vetëm jo B dhe jo G. Po. Pra kjo thot jo B dhe jo G. Pra pa shenjë kapuçit është vetëm ose B ose G. Po. Dhe shumë ka çfarë duash? Kur i vëm shenjë kapuçit e kthejmë të kundërt. Jo B, jo G. Çfarë duash shkronjë tjetër? Çfarë do lloj shkronje tjetër përveç B-s edhe përveç G-s. Po. Pra, kjo shenjë e kapuçit e kthen në të kundërt këtë kriterin këtu, këtë kushtin e përputhjes. Tani, kjo shenjë që tjetë shenjë veçantë do të jetë më njëherë mbas kësaj, më njëherë mbas klapës hapse. Nëse kjo ndodhet në një vend tjetër, për shembull nëse ndodhet në mes këtu, nuk është shenjë veçantë. Dhe ato me B e me G. Në këtë rast ka kuptimin ose B ose kapuç ose G. Pra, ose B, ose G, ose kapuç. Se kjo tani nuk është shenjë veçantë. Që të jetë shenjë veçantë, do të jetë më njëherë mbas klapës hapse. Kur është mbas klapës hapse, ka kuptimin jo. Jo B, jo G. E kthen në të kundërt. Tani po e nxjerr edhe një herë këtë dhe do jap një model tjetër ose shprehje tjetër. Po. Jave pak. Să-mi capăt de registrări. Po e bëjmë këtë, me që është i gjatë? Dhe shkronja të alfabet. Atëre, jo, ulu. Edhe 5 minuta edhe mbasi e ndalojmë. Atëre, shiko çfarë kemi këtu. Këtu kemi këto klapat katrore, që do me thënë një nga këto shkronja. Dhe këtu kemi gjitha shkronjat e alfabetit të mëdhaja. Atëre, një nga shkronjat e mëdhaja të alfabetit. Dhe kjo është, meqense është në fillim të kësaj, tregon fillimin e rreshtit. Pra, nxjerr ato rreshta që fillojnë me një shkronjë të madhe. Dhe po ti shikosh këtu, rezultatet gjitha fillojnë me një shkronjë të madhe. Pra, ky shembull që bëm ne, mos e shkruaj të Arbi se është e gjatë, se këtu duhen gjitha shkronjat e alfabetit. Atëre, kjo nxjerr të gjitha ato rreshta që fillojnë me një shkronjë të madhe. Kjo është shenja e fillimit, fillimi i rreshtit, dhe këtu kemi një listë që mban gjitha shkronjat e mëdha të alfabetit. Është listë se është me këto klapat katrore dhe këtu janë gjitha shkronjat e alfabetit. Tani, nëse këtë shembull mund ta shkruaj në mënyrë të shkurtuar edhe kështu. A minus Z. A minus Z do të thënë nga A-ja deri tek Z-a. Dhe prapë ishte më e shkurtër ashtu sa. po, në vend të shkruash gjitha shkronjat e mëdha të alfabetit,
shkruajmë a minus z nga a-ja deri te z-a. Dhe këtu për shembull mund të fusë edhe shkruajnë tjera, për shembull a e vogël minus z e vogël, nga e madhe te z e madhe, nga e vogël te z e vogël, mund të fusë edhe për shembull 0 minus 9. Atëre kjo tregon të gjitha ato që fillojnë me shkronjë të madhe ose shkronjë të vogël ose numër, nga 0 deri në 9. Tani, ky minusi luan rolin e një shenje të veçantë sepse tregon një range. Për shembull, a minus z, domethënë nga a-ja deri te z-a. Por e tregon këtë range nëse është me dy shkronjave. Nëse ky minusi është direkt mbas kësaj, atëherë është thjesht minus. Për shembull, nëse unë e bëj kështu, e bëj minus az, nëse e bëj minus az, atëherë kjo nuk është shenjë veçantë, është vetë minusi, është vetë a-ja edhe vetë z-a. Unë them që ato që fillojnë me minus, me a ose me z, që faktikisht nuk pasa këtu, që fillojnë me këto, kështu që del rezultati bosh. Tani, e nxjerr edhe një herë shembullin më lart. Këto shkronjat e mëdha, shkronjat e vogla edhe shifrat nga 0 deri te 9 quhen alfanumerike, karaktere alfanumerike. Alfa është alfabeti edhe numerike, alfanumerike. Dhe këtë mund ta shkruaj edhe me një klasë karakteresh. Për shembull, këtu kam të klasën e karaktereve që shprehet me klapa katore dhe 2 pika dhe emri i klasës alnum. Alnum është alfanumerike. Dhe kjo është njësoj me këtë, shkronjat e mëdha, shkronjat e vogla dhe shifrat. Alnum. Edhe si punë e kësaj klasës alnum, kemi parë edhe më përpara që kemi për shembull klasë digit, për shembull, që janë vetëm numra. Ose kemi klasë karakteresh lower, që janë numrat nga a e vogël deri tek z e vogël, pra lower case, shkronjat e vogla. Kemi klasë alfa, që përmban shkronjat e vogla dhe shkronjat e mëdha të alfabetit. Kemi klasë, për shembull, upper, që përmban vetëm shkronjat e mëdha të alfabetit. Upper do të thënë uppercase. Kemi klasë karakteresh space, që përmban atë vendin bosh, tapin edhe ndonjë gjë tjetër që konsiderohet si hapësirë. Edhe kemi edhe një klasë karakteresh që pank. Po da. Po të kisha bërë që qëparë. Ja dhe pak mbaroj. A vi të fali vonë? Jo, Se mos leta do buzi, ne? jo, se në të mbjet që kënë. Se mos fali vonë, ta ndërpresin. Po vajtë po ka dhe pak mirë, se 12 që kënë autobuzin. Ja, po e ndërpresin edhe vazhdojmë nesi, s'ka problem. Mirë. Nuk me ta mbra pas e s'milan telefonata. po, nuk na intereson që të vënojmë dhe të mbasim autobuzin, nuk ja vazhdojmë nesi. Edhe ato i shikon